Me që jemi në sezonin e vjeshtës, kam pasur shumë ide për make-up, por frymëzimi im kryesor ka qenë peizazhi i bukur që na ofron vjeshta. Me këto ngjyra të bukura të vjeshtës kam krijuar një palet nga Inglot Freedom System. Këto ngjyra kombinojnë me njëra tjetrën jo vetëm sepse janë në të njëjtat tone të ngrohta, por kanë edhe të njëjtat grimca që japin të njëjtin shkëlqim ngjyrari, sidomos kjo dhe kjo. Me këto ngjyrat, këto të pesta, kam krijuar një look për ju, të cilin do ta transformoj nga një look për ditën, që është shumë i thjeshtë dhe shumë i shkurtër, në një look që mund ta bëni shpejt natën mbi atë që keni krijuar ditën. Nëse doni të shikoni, vazhdoni ndiqni. Do të filloj duke përdorur bazën e syve numër 01, sepse ajo e një trajtson ngjyrën e syrit, gjithashtu e bën make-upin të zjasë më gjatë dhe të përhapet më lehtë. Do të vazhdoj me ngjyrën e parë që kam sjellur për paletën time. Do e marr me fuçën 29 Po. Kjo është një ngjyrë shumë e bukur për ndriçimin e syrit, gjithashtu i shkon shumë dhe paletës, sepse është ngjyrë e çelët, por në tonet e shampanjës dhe me shkëlqim në ngjyrën e arit. Pastaj do të marr ngjyrën e dytë në paletë. Me furçën 4cc dhe do aplikoj Furça 4cc është shumë mirë për sfumimin e toneve të syve, sepse është e butë dhe e bën shumicën e punës. Mjafton që ta përdorësh me dorë të lehtë duke rrotulluar ngadalë. Do përdorim po prap këta eyeshadow dhe pak poshtë syrit në cep. Më pas do të marr prap furçën 29 Po me këtë ngjyrë nga paleta ime dhe do ta aplikoj këtë në qepallën e syrit. E kam zgjedhur këtë ngjyrë sepse më kujton vjeshtën, pasi është një kafe në tonet e ngjyrës të kuqe dhe gjithashtu ka dhe grimca shkëlqimi në ngjyrën e arit. Është një kombinim shumë i bukur për stilin e vjeshtës. Së fundmi do marr ngjyrën e zezë nga paleta që kam krijuar me një furçë të hollë me kënd, numër 17 TL, dhe do ta aplikoj këtë vetëm afër qerpikëve, për t'i dhënë pak më shumë definim për kur ta aplikojmë rimelin. Kjo ngjyrë nuk do duket shumë pasi të kemi mbaruar komplet syrin, por mjafton për t'i dhënë definim. Më pas do të vazhdojmë duke kthyer qerpikët. Dhe në fund do i lyejmë qerpikët me rimelin Long and Curly. Kjo ishte për syt, tani le të vazhdojmë me fytyrën. Kam aplikuar në fytyrë bazën dhe fondatinën dhe tani jam gati për të bërë konturët dhe highlighting. Produkti i parë Inglot Stick Foundation numër 101 dhe do e vendos poshtë syve. Po e përhap këtë produkt me Pro Blending Sponge. Tani do të aplikoj pudrën HD Luminizing Powder në të gjithë fytyrën. Pas pudrës do të përdor AMC Bronzing Powder në numrin 78. Më pëlqen ky produkt sepse është një bronzer, po jo shumë në ngjyrat e portokallisë. Përdoret dhe në tonet e ftohta të lëkurës. Dhe në vjesht nuk kemi aq të nxirr sa që kemi që në verë, kështu që duhet të kërkojmë për një produkt të tillë. Do aplikoj këtë në anët e fytyrës në formën e treshit. Për
Për ta mbaruar këtë look do të përdor AMC Matte Lip Pencil në numrin 22, është një laps mat që qëndron gjatë në buzë. Ky ishte luku I thjeshtë I ditës, tani le ta transformojmë në diçka më të sofistikuar për natën. Tani do të vazhdoj me ngjyrën e kuqe të errët që kam vendosur në paletën time dhe me një furçë sintetike 9S do ta aplikoj këtë poshtë syrit. Arsyeja pse po përdor këtë furçë për poshtë syrit është sepse është goxha e dëndur dhe I ka të gjitha qimet që I shkojnë në një drejtim, kështu që më jep precizion në një hapësirë kaq të vogël. Do të vë shumë nga kjo ngjyra pa frikë. Dhe gjithashtu do t'i jap një pisht për ta zgjatur deri lart. Pastaj me të njëjtë furçë do të vazhdoj prapë me të njëjtën ngjyrë aty ku paloset syri dhe do të krijoj një V. Më pas këtë V-ën do ta filloj ta tërheq për ta sfumuar duke përdorur anën e sheshtë të furçës. Në këtë mënyrë krijohet një kënd që e tregon syrin më të gjatë. Nëse syt mund të ishin të gjatë. Më pas do ta sfumoj të gjithë me furçën 4SS dhe pa produkt në to. Me lëvizje të vogla rreth ore. Përsëri me furçën 4SS do të marr prapë këtë ngjyrë me të cilën e nisëm. Do ta aplikoj përsëri aty ku e aplikuam herën e parë, vetëm se kësaj radhe pak më sipër pjesës të kuqe, jo që te pjesa ku paloset syri, por pak më sipër, që ta sfumoj aty me pjesën tjetër. Gjithashtu kjo I jep një pamje më të ngrohtë të syrit. Pastaj do të marr ngjyrën e parë fare dhe do ta aplikoj përsëri në fillim të syrit, por do ta zgjas pak edhe në qendër. Siç e shikoni po e aplikoj shumë lehtë dhe duke e shtypur, jo duke e tërhequr. Dhe në fund do marr përsëri ngjyrën e zezë me një furçë më të vogël që të më japi më shumë precizion. Emri I kësaj furçe është 11S dhe do ta vendos te bishti I syrit dhe pak më lart duke krijuar një formë V-je. Dhe këtë do ta sfumoj ngadalë. Nuk dua që të kryej lëvizje shumë të mëdha me këtë furçë, pasi dua ta mbaj të zezën të përqendruar në cepin e syrit. Tani do të vazhdoj duke aplikuar lapsin kaf numër 102 AMC brenda syrit. Së fundmi do të aplikoj qerpikët falca dhe mbaruam. Tani do ta aplikoj blushin dhe për këtë kam zgjedhur numrin 34 të Face Blush Inlot. Do ta aplikoj me furçën 15 BF, e cila është një furçë butë me qime të shpeshta. Pas blushit do ta aplikoj Highlightering Sparkling Dust në numrin 02 me furçën 4SS. Për buzët kam zgjedhur dy produkte, I pari është lapsi Soft Precision Lip Liner numri 62. Me këtë do bëj konturet dhe do ta aplikoj në të gjithë buzën. Pas lapsit, kam vendosur të përdor shkëlqyesin Stix Gloss në numër 93.
Këto ishin 2 make-upet që krijova për ju sot. Shpresoj t'ju kenë pëlqyer dhe juaj shumë sa më pëlqyen dhe mua gjatë kohës që po e bëja. Nëse po, ju lutem bëni like, subscribe dhe follow në Instagram. Shumë dashuri.